I ftuar në opinion, Eltoni Liriani ka vazhduar deklaratat e tij të bujshme për komunitetin LGBT+ dhe ka ekspozuar prapaskenat që jo çdo kush i di. Të ndryshuarit e seksit në SBA kushton mesatarisht $3 milion. I paguan shteti i New Yorkut me taksat e taksapaguesve për të ndryshuar gjinin. Janë programe specifike të cilat ndihmojnë personat. Këtu lind edhe pyetja që kanë konservatorët. Kjo vjen sepse ka dy faktorë. Është e majta ekstreme, së bashku me, nuk dua të akuzoj askënd, por me interesa të forta financiare. Transgjinorët, po ta shikoni me vëmendje, LGBTQIA+, T-ja është për transgjinor dhe janë persona që mund të jenë goca që transformohen, pra e ndryshojnë seksin nga femra në meshkuj dhe anasjelltas, nga meshkuj bëhen femra. Pra ndërhyjnë në trupin e tyre fizik duke ndryshuar organin seksual. Këtu ka lindur një problem i madh midis komunitetit ton të gjerë LGBTQ+, kundër konservatorëve, kundër nesh. Komuniteti LGBT nuk është se ka ndonjë pakënaqësi me transgjinorët. Si koncept, një pjesë e komunitetit ton ku jam dhe unë, mendoj që është e kaluar çdo mas, se si i jemi qasur shoqërisë. Unë mendoj që shoqatat në të gjithë botën kanë dështuar në mënyrë të suksesshme, kanë dështuar në misionin e tyre të plot. Po ta vendosnim në vlerë absolute, shoqatat masivisht kanë dështuar, sepse gjithë aktivizmi 20 viteve të fundit u shumëzua me 0 në 2 vitet e fundit. Kemi një SBA e cila në Gjykatën Supreme për 10 ditë do të rikonsiderohet martesa gay, do të vi për rishqyrtim, që do të thotë se në 32 shtetet e SBA-ve mund të hiqet e drejta e martesës së të njëjtës gjini. Unë si Eltoni Liriani mendoj se ka 2 gjini. Pjesa tjetër janë një grup minimal njerëzish që janë persona intersex, që kanë një bazë biologjike për të diskutuar nëse këta duhet ta ndryshojnë seksin apo jo. E thënë me fjalë të thjeshta, termi hermafrodit.